Më mirë një pronë në fazë ndërtimi apo një pronë gati për banim? Jo çdo pronë ndërtim sjell të njëjtën fitim. Shpesh vendimi për të investuar nuk varet nga çmimi apo vendodhja, por edhe nga faza e ndërtimit dhe lloji i kontratës që ju nënshkruani. Sa më herët mund të investoni në një projekt të besueshëm, aq më i madh është potenciali për të rritur vlerën e pronës. Kemi fazën fillestare, çmime të favorshme dhe mundësi më të larta fitimi, po kërkon analizë të kujdesshme të zhvilluesit dhe projektit. Faza e mesme e ndërtimit, një ekuilibër me sigurisë dhe potenciali të rritjes vlerës. Faza përfundimtare, më pak pasiguri dhe dorëzim më të afërt, por zakonisht me çmim më të lartë. Pa që rëndësishme është edhe kontrata, kushtet e pagesës, afatet e dorëzimit, penalitetet, specifikimet e projektit dhe garancitë ligjore janë elemente që ndikojnë drejt për drejt për sigurinë dhe kthimin e investimit tuaj. Një investim i mirë nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjen e pronës dur, por me kuptimin e gjithë procesit të saj. Pa që rëndësishëm është edhe vlerësuesi i zhvilluesit, cilësisë ndërtimit dhe dokumentacionit ligjor. Një analizë saktë sot sjell më shumë siguri nesër. Informohuni, krahasoni alternativat dhe merrni vendime bazuar në fakte, sepse investimet e zgjuara kërkojnë gjithmonë informacionin e duhur. Më kontaktoni mua, Edion Hodo, për investimin tuaj të së ardhmes.